Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot për ju kam sjellë një recetë për përgatitjen e salcës së kosit në kushte shtëpie, si dhe për ruajtjen e salcës në vaj ulliri. Ndoshta shumë prej jush mund ta keni njohur këtë metodë edhe më parë, ose ndoshta për shumë të tjerë kjo është hera e parë që u shikoni një metodë të tillë. Edhe unë prej disa vitesh e njoh këtë metodë të ruajtjes së salcës së kosit në vaj ulliri. Më besoni që është një nga metodat më të mira për ruajtjen e salcës së kosit për një kohë shumë të gjatë. Dhe më besoni që në këtë formë mund ta lini dhe për një vit rresh salcën e kosit në frigorifer dhe nuk ju prishet. Në fillim dua t'ju tregoj procesin e përgatitjes së salcës së kosit. Unë kam përdorur kos të trash me yndyrë 10%. Ju mund të përdorni edhe kos të një lloji tjetër, pra me më pak yndyrë nëse keni dëshirë. Mund të përgatisni sa të keni dëshirë. Pra si që thash, na duhet dhe një pecet ose një nape pastër për të kulluar kosin. Mirë është që të kemi një pecet si kjo që unë kam në video. Nëna ime këtë e quante çember. Nuk e di se si quhet ndryshe, por edhe unë këtë e kam marrë në Shqipëri. Megjithatë, nëse nuk keni si kjo pecet, nuk ka problem të dashur miq. Mjafton të keni një pecet tjetër që nuk është shumë e trash dhe që bën të mundur kullimin e lëngut. Pra zgjidhni atë lloj pecete që ju mendoni që është e përshtatshme dhe që lejon që të kullojë lëngu i kosit. Pecetën e vendosim sipër një tenxhereje ku kemi vendosur poshtë një kullonjëse ose sit në mënyrë që ta kemi procesin më të lehtë. Dhe më pas tek peceta do hedhim sasinë e kosit që doni të përgatisni. Unë kam përgatitur afërsisht gjysmë kilogram kos, por si që thash, ju mund të përgatisni sa të keni dëshirë. Pasi hedhim kosin tek peceta, më pas pecetën e mbledhim dhe e lidhim grykën e saj dhe në fund siç e kemi, ose mund ta varni diku në kuzhinë, ose mund ta vendosni edhe sipër kullonjëses ose sitës dhe sipër i vendosni një peshë të rëndë që ta shtrëngojë dhe të kullojë lëngun e kosit. Unë preferoj më mirë që ta var diku në kuzhinë dhe ta lë në këtë mënyrë derisa të kullojë lëngu poshtë kosit. Poshtë mund të vendosni një tenxhere në mënyrë që të mbledh hirrën që krijohet nga kullimi i kosit. Duke qenë se unë kisha pak kos, e kam lënë që të kulloj për jo më shumë se sa 2 orë e gjysmë. Po të doni mund ta shikoni para se ta hiqni përfundimisht salcën e kosit nga napa e kullimit. Pra para se ta hiqni salcën e kosit, e provoni pak dhe shikoni nëse ju pëlqen konsistenca e kosit apo jo. Nëse doni që të kulloj më shumë, mund ta lini akoma edhe më gjatë të kulloj, ose në të kundërt mund ta hiqni nga peceta salcën. Si që thash, unë e kam lënë vetëm 2 orë e gjysmë, pasi për mua kaq ishte mjaftueshëm, pasi edhe kos nuk kisha shumë, por gjithashtu nuk më pëlqen që salcën e kosit ta bëj shumë të thatë. Dua që salca e kosit në fund të dalë kremoze dhe shumë e butë kur e heq nga peceta e kullimit. Nëse keni më shumë kos, atëherë do ta lini më shumë orë të kullojë, ose mund ta lini edhe një ditë të tërë. Unë pas 2 orë e gjysmë e kam hequr nga peceta edhe e kam hedhur me një lugë në një pjatë ose në një tas. Siç do shikoni edhe vetë, është shumë kremoze dhe shumë e butë, tamam siç unë e dua. Është tamam si salca e kosit që unë preferoj, pra as shumë e ushme dhe as shumë e thatë. Salcës së kosit i hedhim krip mund t'i shtoni sa të keni dëshirë. Tani pasi e keni përgatitur salcën e kosit, nuk na mbetet gjë tjetër veç se të vazhdojmë me procesin tjetër që është ruajtja e salcës së kosit në vaj ulliri. Për këtë proces në një tas hedhim pak vaj dhe aty do të lyejmë nga pak duart
do të marrim nga pak nga salca e kosit që ne kemi krijuar, duke krijuar toptha të vegjël. U japim formë rrumbullake sa më mirë që t'jetë e mundur, edhe më pas të gjitha topthat që formojmë i hedhim në një vazo. Këtë proces do e përsërisim derisa të përfundojmë të gjithë salcën e kosit. Siç u thash, me këtë metodë, salca e kosit mund të ruhet për një kohë shumë të gjatë. Duke ruajtur në vaj ulliri, salca e kosit ron për një kohë shumë të gjatë, jo vetëm në dollap, por edhe në frigorifer ose kudo që ta vendosni. Mjafton që ta mbyllni vazon mirë me kapak, edhe më pas mund ta lini për sa kohë të dëshironi, vetëm se pasi ta hapni vazon, do ju sugjeroja që ta lini vazon në frigorifer. Nëse dikush nga ju do të mendoj që në këtë lloj forme vaji i ullirit konsumohet, apo është një shpenzim i tepërt, unë do t'ju thoja që në këtë lloj forme, vajin e ullirit mund ta rikonsumoni sërish duke e përdorur në gatimet tuaja. Pra vaji i ullirit në këtë lloj forme nuk harxhohet apo nuk shkon dëm, pasi vajin e ullirit mund ta ripërdorim sërish për gatimet që ne duam. Në kanalin tim ju kam sjellë më parë edhe procesin e ruajtjes së djathit me po të njëjtën metodë. Nëse dëshironi ta shikoni, mund ta klikoni dhe video në kanalin tim edhe të shikoni që edhe djathi në këtë mënyrë ruhet shumë mirë. Jam me sigur që shumë prej jush kur përgatisni salcë kosi, ndodh ndonjëherë që salca e kosit sipër në pjesën e sipërme të prishet. Dhe ne vazhdimisht duhet që ta pastrojmë atë, por duke ruajtur në këtë lloj forme, salca e kosit nuk prishet asnjëherë. Në fund fare ju mund ta servirni siç është, ose mund ta servirni me pak vaj ulliri. Salca e kosit nuk e thith vajin e ullirit brenda, por ngelet thjesht salcë kosi si salca normale që ne përgatisim. Pasi kemi përfunduar të gjithë topthat me salcë kosi që ne përgatitëm, tani do të hedhim vajin e ullirit. Po të doni, nëse u duket shumë vaj ulliri, mund të bëni një përzierje të vajit të ullirit me vaj normal. Mirë është që të gjithë topthat me salcë kosi që ne përgatitëm të mbulohen mirë. Prandaj vaj mund të hidhni deri te gryka e vazos. Më pas vazon e mbyllni mirë me kapak dhe mund ta vendosni në dollap, mund ta vendosni në frigorifer, pra ku të keni dëshirë. Kjo është edhe receta që unë kisha përgatitur sot për ju të dashur miq, shpresoj shumë që t'ju ketë pëlqyer dhe t'ju ketë dukur interesante. Nëse po, mos hezitoni të jepni asaj një like, si dhe ta shpërndani me miqtë e familjarët tuaj në rrjetet sociale. Mos harroni të abononi në kanalin ton për më shumë receta të tjera, si dhe të shtypni zilën e vogël anash kanalit, në mënyrë që të njoftoheni sa herë në kanal postojnë recetat e reja. Unë ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët dhe në videon e sotshme. Bashkë do të dëgjojmë sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.